Qitash për 2 vjetër ka arzësh. Shumë ka arzër se tonë i lën vetën. Tonë i lën vetën. Për kanë qare për po, s'jam ka di, jo mirë. Mus po më këtë mirë. Se tash o të kajtë shpia për i thmi. O të kajtë të borri për 1 thmi. Dje pas ka kërkun ma, hupen. Para nina shiftja jem e rike për kun ke i thmi, ta bishin një kafe, ta bishin boken, ti bishin cenet. Tash as ka djep, as ka thmi. Zdoj 1, 2, kur 1. E për shka? Atër shka u bon, atër na u sësëm. Pse po menen që s'po bojnë fëmijë tash? Pse pe kanë gjithë më kalaj. Jo si unë edhe 11. Rrethuar nga kodrina, fusha e livadhe, tani në stilin e pranverës, gjelbërimi e ka shndruar në një vend përallor, fshatin Dobërdol të Klinës. Në këtë fshat të bukur ka kujtime jo shumë të mira 81 vjeçarja Marte Berisha. Ajo kishte lindur të dielën nga emri Dila, por prindrit e saj kishin vendosur ta emërtonin Marte. E jeta për këtë zonjë nuk ishte qenë fare e lehtë, e sidomos periudha pas martesës, pasi që burri i saj ishte jetim dhe kishte qenë gjithmonë i shtypur në atë shtëpi. E me të kalzoj që shka shonë, s'di me të kalzoj. Kur jam lindu, në konë luft. Lufta parë, si jam konë. Ajo para së konë, për nejse ma. E dyta. Edhe jem rritë, s'di që shme të thonë. Nuk di, 3 mbotre i në rritë, tërë në jem bo 14 vjeç vlas kam pasë. Kër jam bo 14 vjeç, atër më ka linë një vla, atër 5 javë parë nësë më ka linë tjetri, edhe kryjeta jeme. Po i kër erdha nësë, e më bërë burë një tim. Atër, po shkoj ka që shto puna, veç ja di për njerë shatit që më kanë prenu shumë, edhe më kanë prenu i lakja shumë. Kanë prenu qështë. Pas jetim me i bi gjithë kush po të shkelke. As ka pas babë, as ka pas një vlla pi babe. Ka pas 4 mbotra pi babe. Shka me botëm që. Ma shumë ka nejtë në përgërbete se ka nejtë në shpi. Mu mi ka falë zoti, se thëjnë 10.000, po nëjse mo 8 mu kanë rritë tjertë, kanë shkohë.